Mes Ranës, së Hedhun dhe Velipojës, aty ku deti takon malin, sot nuk po ndërtohet vetëm një resort, po testohet edhe aftësia për të balancuar zhvillimin me të drejtën e pronës, një provë që shpesh ka ndar komunitete, investitorë dhe institucione. Ndërkohë, vizioni për një destinacion të ri turistik që synon ta kthejë zonën në një qendër gjithvjetore zhvillimi mbetet i gjallë. Vizioni Blueburgos nuk është vizioni thjesht për të ndërtuar një projekt kompleks turistik. Është vizioni për të ndërtuar një qytet të strukturuar, të mirë menduar, që është në fazën e koncept ides. Ky qytet do të rrisë në mënyrë graduale vlerën e pronës përreth, do të rrisë vendet e punës, do të zgjasë sezonin turistik, absolutisht do të rrisë dhe reputacionin e vendit në rajon e më gjerë. Blueburgos sot është më shumë se një kantier, është një provë, një test për modelin e ri të turizmit që kërkon Shqipëria, një provë për institucionet, për komunitetin, për investitorët. Kompania Gener 2 mbetet e vendosur për të vijuar realizimin e projektit Blueburgo brenda aktiviteteve të parashikuara me standardet më të larta bashkëkohore të ndërtimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në respekt të plotë të ligjit, duke bërë këtë projekt një stacion të rëndësishëm turistik.